Faqja Na ishte dikur kujton sot aktorin e paharruar Aristotel Stefani në përvjetorin e ndarjes nga jeta, i cili u nda nga jeta me 12 janar 2015. Në 5 tetor 1931, në fshatin e bukur të Ljarit në Zagorit të Gjirokastrës, lindi një djalë që do të ndryshonte peizazhin e teatrit dhe kinemas shqiptare. Ai u quajt Aristotel Stefani, por publiku artistik e njohu dhe e dashuroi si Teli. Fëmijëria dhe rinia e tij ishin të thjeshta, por pasioni për artin ishte i madh. Në vitet 50, Teli filloi të angazhohej me trupën amatore të klubit artistik të Kuçovës, ndërkohë që punonte si mekanik në sektorin e naftës, por zëri i thirrjes së artit ishte më i fortë se çdo rutinë pune. Ai la punën e përditshme dhe ndoqi pasionin e tij të vërtet, aktrimin profesional. Në vitin 1956, Teli u bë një nga aktorët e parë të estradës profesioniste të Gjirokastrës, duke nisur një karrierë që do të shënonte dekada të tëra sken shqiptare. Në vitin 1966, emërohet drejtori i Shtëpisë së Kulturës së Sarandës, ku për 9 vjet shërbeu jo vetëm si drejtor, por edhe si regjisor, duke formuar breze artistësh dhe duke sjellë kulturën më afër njerëzve. Pas Sarandës, Teli u kthye në Gjirokastër për të punuar pranë teatrit profesionist të qytetit, ku do të interpretonte disa nga rolet më të paharrueshme të tij. Në sken, ai solli personazhe të ndryshëm, nga doktor Adhamudhi në komedin Pas vdekjes e Andon Zako Çajupit, te profesor Selska në dramën Shqetësimet e Anës. Publiku e njihte dhe admironte për madhështinë, sinqeritetin dhe aftësinë e tij për të hyrë në çdo rol me thellësi dhe ndjeshmëri. Karriera e tij në kinematografi nuk ishte më pak e pasur. Roli i tij i parë ishte Abdyrahman Pingjo në filmin Njeriu me armë në vitin 1977, ndërsa më pas interpretoi Novruzin, Rojen e Manastirit, në filmin televiziv Liri a vdekje në 1979. Ai do të shfaqej gjithashtu në Përrall nga e kaluara në 1987 dhe në vitin 1998 në filmin Dasma e Sakos interpretoi rolin e shërbëtorit, një rol që do të mbetej i fundit, por jo më pak i paharrueshëm. Teli Stefani nuk ishte thjesht një aktor, ai ishte një simbol i pasionit dhe i përkushtimit ndaj artit shqiptar. Ai arriti të bashkonte teatrin dhe kineman, duke u shndruar në një figurë që frymëzonte breza të rinj aktorësh dhe publikun ardashës. Çdo rol, çdo interpretim i tij mbeti një dëshmi e talentit dhe humanizmit të tij. Me 12 janar 2015, Aristotel Stefani u nda nga jeta në moshë 84 vjeç, por trashëgimia e tij artistike nuk do të shuhet kurrë. Publiku e kujton për profesionalizmin, pasionin dhe ndershmërinë që solli në sken. Historitë që ai tregoi me zërin dhe trupin e tij do të mbeten përgjithmonë pjesë e artit shqiptar. Aristotel Teli Stefani na la një mesazh të thjeshtë por të fuqishëm. Arti nuk është vetëm sken. Arti është jeta, pasioni dhe lidhja që krijojmë me njerëzit përmes historive që tregojmë. Ai mbetet një legjendë e paharruar, një figurë që do të jetojë gjithmonë në kujtesën e publikut dhe të kulturës shqiptare. Për më shumë video të tilla, abonohuni në kanalin ton Na ishte dikur.